Vendet e tjera, gjithsesi fake news janë pjesë e rutinës tonë fatkeqësisht. Por edhe ajo reflekton që politika e Zvicrës është më neutrale dhe më e qetë. Një element tjetër ndoshta që ndihmon në Zvicër është që fake news mësohen në shkolla. Edukimi medial fillon prej herët. Po, fillon shumë herët, ndoshta klasa e 6, 7. Kjo është temë, domethënë, e përditshme të Zvicrënd. Edhe mandej këtu kemi në fake news kemi 3 lloje në një farë forme. Kemi atë që në Kosovë njohim si dezinformimin, disinformation, misinformation. Domethënë, misinformation është ajo ku lajmi është i vjetër ose ndoshta jo i plot, edhe malinformation aty ku lajmi është i vërtet, për jo i plot, që bëhet për arsye një lloj dëntimi. Fshifet një informat ose nuk japet shëllimshëm. Po.